Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë së Durrësit ka nisur ditën e premte aksion për prishjen e banesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në hapësirat publike, si dhe mbi kanalet e niveleve të para dhe të dyta. Kreu i këtij inspektoriati, Ilir Ngresi, ka deklaruar se në këtë fazë, në lagjen numër 13 ku nisi dhe ky aksion i sotëm, do të prishen rreth 31 banesa, si dhe muret që zën hapësira publike. Ngresi ka deklaruar se banorët janë treguar shumë bashkëpunues. Aksioni është për lirimin e hapësirave publike në gjithë gjatësinë e kanaleve, nivelit parë, nivelit dytë, për gjithë ndërtimet pa leje që janë bërë buz kanalit. Këtu jemi ke lagja 13 në plazh ke rruga Sirius, kemi filluar me muret rrethuese. Doja të falenderoja banorët e kësaj zone që janë treguar shumë bashkëpunues. Janë të ndërgjegjshëm për zënien e hapësirave publike dhe nuk na kanë nxjerrë asnjë problem në zbatimin e këtij vendimi, projekti që ka Bashkia e Durrësit. Ngresi ka bërë me dije se aksioni do të vijojë në të gjitha nivelet e kanaleve ku është ndërtuar pa leje. Ky do shtrihet thashë në gjithë gjatësinë e kanaleve të nivelit parë, nivelit dytë, nivelit tretë në të gjithë qytetit Durrësit. Pastrimi, thellimi i kanaleve dhe lirimi i bankinave buz kanaleve. Ka një pjesë të ndërtimeve që janë sipër kanaleve, por ato është një projekt i bashkisë ku do dalim me çfarësime kush është me certifikat pronësie, kurse të tjerat do vendosi Bashkia në bonus qiraj me strehim. Rreth këtij aksioni është pronësuar dhe Elion Hyska, drejtori i rrugëve, i cili tha: Kemi filluar një aksion të përbashkët ndërmjet policisë bashkiake, IMT-s dhe ndërmarrjes rruga në mbështetje dhe në bashkëpunim bashkë me OSHE-n dhe Ushtrisë Organizime, bazuar një projekti të miratuar në Bashkia e Durrës për lirimin e hapësirave të zëna, sidomos objekteve që janë mbi kolektorët kryesorë, që do thotë kanalet e parë, dytë dhe tretë. Aktualisht jemi në zonën e plazhit dhe në zonën e Durrësit të Ri, duke operuar në lirimin e hapësirave dhe pastrimin e kanalit njëkohësisht për të shmangur çdo abuzim apo çdo përmbytje që mund të pasohet më mbrapa për këtyre abuzimeve që kanë ndodhur në vitet e mëparshme. Puna do të vijojë pa ndërprerje, duke përfshirë dhe fundjavat, deri në përfundimin e plotë të aksionit të ndërmarrë.